Tani hiq Tedin, që edhe ai është me vones, nuk besoj që në këtë studio ka njëri që është mbështetës i Ilir Metës apo e ka përkrahur Ilir Metën. E megjithatë gjithë studio po thot që mbajtja e tij në burg dhe arrestimi i tij është e gabuar, ë? Me çfarë dëgjova unë gjithë kolegë. Do duhen prova tani që të mbash. Kur themi këtë, Kur themi këtë duhet ngrem një pyetje tjetër, që kur themi arrestimi apo mbajtja në burg është e gabuar, duhet themi pse kanë gabuar. Kanë gabuar se janë të paaft, apo kanë gabuar se kanë marrë urdhër. Se në optikën time, Ilir Metën nuk po e mban burg Spaku, po e mban burg Edi Rama. Dhe po doni ja u them sepse. Urdhri erdhi nga Kongresi i Partisë Socialiste, po na soset durimi për të parë Metën në burg, Edi Rama. Në qoftë se mbani mend, sapo la Ilir Meta presidentën, parlamenti i këtij vendi prodhoi një projekt ligj për të nxjerrë spionët nga politika. Tentativa e dytë për ta nxjerrë Ilir Metën nga politika. U pa që ishte shumë e trash. Pastaj bën dhe një ligj tjetër, projekt ligj tjetër, që ky mund të ri kryetar partie, po një kryetar partie që ka një spion, pasi e shpallën spion Ilir Metën, nuk do lejohet të marrë pjesë në zgjedhje. Pra, kemi një varg përçapjesh të Partisë Socialiste për ta zgjedhsuar Ilir Metën si person dhe atë partinë e vogël që ai drejtonte. Bën llogarin, ta nxjerrim me votim nga PS-ja apo ta nxjerrim me këto mashat e Spakut. Zgjodhën mashat e Spakut për ta bërë këtë punë. Dhe të flasim ne sot, ishte karta si ishte karta, e banalizojmë atë që është në sy të gjithëve, që nuk po mbahet Ilir Meta për një kartë. Unë mbaj mend kur kam lexuar atëherë dosjen e Metës. Në dosjen e Metës thuaj që Meta dhe Monika, një nga arsyet pse për cilat janë burg, janë se do merrnin një vilë për të kaluar një ligj. Dhe ishte një ligj që kishte propozuar një deputet i Edi Ramës, e kishin votuar 50 ca deputet të Edi Ramës, dhe në burg duhet futej partia e minorancës me 20 kryetarit cilës në rastin më të mirë kontrollon të 20 deputet. Pra, jemi në atë nivel absurdi që unë nuk e di si mundet ta justifikosh. Pra, edhe prapë dhe unë bëra gabimi që hyra në një element dosjes, sepse gjithë të elemente dosjes duen marrë, duen bërë shuk dhe duen hedhur në kosh, për një arsye të thjeshtë, që dihet që Ilir Meta nuk është për shkaqe të drejtësisë, për shkaqe juridike. Është një burgosur politik për shkaqe politike, dhe e fundit fare është që dihet që e gjithë rruga e Spakut, pra gjithë goditja që ka bërë Spaku, shkon sinkron me goditjen e mbani mend atë videon e Lefter Kokës me Edi Ramën tap dhe me që throsni Nasip Naçon. Hajde ti këtu. Nga Nasip Naço deri ky Brajmllari i fundit, tentativa e Edi Ramës ka qenë një gjë, shkatrimi LSI-s dhe i Partisë Lirisë. Kush e realizoi? E realizoi Spaku. Pra të flasim tani për element të dosjes, kur kemi shumë të qartë pasqyrën politike pse ka ndodhur goditja, unë vetë kam qenë kritik me Ilir Metën, e shpesh kur ka qenë kryeministër e kam akuzuar dhe si të korruptuar, i qëndroi atyre akuzave, po në qoftë se Ilir Meta ka qenë ajdut, Ilir Meta para Edi Ramës është xhepista autobusi si ajdut, qoftë se ka vjedhë në gjë. Dhe ky Spaku tani që merr Ilir Metën dhe nuk shef elefantin e ajdutërisë, këta janë karagjos.
Prandaj me faktet që na servirin Karagjozët, nuk duhet merremi, them. Pra blush opinioni i tretë ftuarve me analistë dhe se Klodi përshkroi çfarë ndodhi sot dhe ç'ishin burimet. Avokati njeriu. Ko fare Rakipi se ka raportuar në mënyrë profesionale dhe jo blushi, po zoti zbres në tokë nuk hidhet asnjëherë. Për atë të fundit të kërkojnë ndjesë. Në tokë. Për atë të fundit duhet ta dëgjoj me zë dhe me figurë të kërkoj falje. Po, fare Klodit. Ose ndryshe do shkoj në gjyq me mua te di blushi. E ke gabimet. Dakord, kemi ndar një tavolinë pune dhe nuk do të flas dhe kaq. Ajo që bëri është shumë e rëndë për familjen time. Mos ju Për ktheni pjesën prapa tjetër, atij për debat. pjesën tjetër, Nuk themi. sa për raportimin, mund të ta jap të Qa do situar thua nga zoti Cakrani, meqense vriti në dyshim, jo të lutem, nga zoti Cakrani e cituar në dokumentin zyrtar, jo të lutem, jo mos u bind fare, të bindet publiku. Atëherë ky është parashtrimi i bërë nga avokati zotit Meta. Dakord? Atë lexojmë. Dakord. Është i Edhe burimi tjetër. me thirr dhe me vull. Ti me këtë punë merresh. Dhe zoti Cakrani, të lutem, bushat më lër të sqaroj këtë moment. Dhe pastaj plushi le të vazhdoj. Jo të lutem, unë po raportoj korrektësisht. Nuk po kuptova faktin për cilin ju po debatoni. Se fakti që debatohet, atëherë. Ka vetëm nuk kam asgjë të vjetër me Jo, plushin. lëre marrëdhënien personale. Jo, s'kam asgjë personale me plushin. Për procesin e Atëherë, sotëm, për kush e procesin fakti që raportova korrektësisht. Dhe avokati thot, të lutem, zoti Rakipi nëse më lejon. Të gjukatës... Është me dokument mërë zotri, jam është dokumenti zyrtar, është dokumenti me firmë. Klodi ka raportuar këtu atë që ka raportuar avokati dhe institucioni i Spakut. Dhe këtu zoti Cakrani thot në ligjërat të drejtë, si rezultati kësaj veprimtarie dhe abuzimit të pushtetit, palët, pra zoti Meta dhe zonja Kryemadhi, kanë përfituar nga shteta si Ardian Shatku dhe Unify, të ardhurat të konsideruara duke përfshirë përqindjen e fitimit dhe pajisje nga zoti Shatku me disa herë me karta krediti. Megjithatë, thot avokati, ky pretendimi prokurorisë është tendencios, i pavërtet dhe nuk ka asnjë provë apo indicje. Dhe zoti Meta nuk ka qenë në dijeni të përfitimeve të paligjshme nga ish-bashortja. Ku është e pavërteta këtu se blushit i duket e pavërtet? Le të marrëzoj. Kaq. Këtë raportova. Blushit i intereson. Ja kanë shkruar të zezë mbi të bardhë, që dalë dhe thotë që jo, kjo nuk është e vërtet, të mbajtë... Unë blush po t'isha më nëtendo, i thosha... Se bëm dhe gabime, ore. Të lutem, mund t'a qoj këtë dokumentin, t'a shoj zoti Blushi, se base se ka letëzuar. I thosha ndjes. Jo, base se ka letëzuar, ka letëzoj. Njeriu respektohet me shumë kur thot ndjes, ore, kur bën një gabim. Si na iku Blushi kështu? Po iku pra se ju fik tani pajisja, se s'ka qa thot. Jo, nuk e ke. Rregullohet pajisja urgjent. Shpejt. Se rregullohet unë. Po të kaloj zoti Rakipi dhe Ore, mos dokumentin. është fikur ekrani. Jon. Nuk ndodh. Ha? Nuk ndodh kjo gjë tani, ndodh se ti ke parë të kaluar, nuk po ndodh rrallë. Pash një video kur sisha Po këtu. e pe tani çfarë bëjmë tani ti ke parë po të shikosh video që ka filluar të fut YouTube-i se ne i biem kod TikTokut. Të fut YouTube-i, fut video shumë çuditshme.